momentin ku duket në pamje të parë sikur mund të vihet situata në kontroll, por nga momenti në moment ka vatra të reja zjarri që shpërthejnë dhe duke bërë në këtë lloj forme edhe më të rrezikshme këtë situatë. Në fakt janë 6 persona të lënduar, të asfiksuar deri në këto momente, 3 prej të cilëve janë qytetarë dhe 3 të tjerë nga shërbimi i zjarfikës. Her pas here në fakt janë po ashtu edhe forcat e emergjencës të cilat i japin ndërhyrjen e menjëhershme apo ndihmën e shpejtë personave të lënduar, por nga ana tjetër edhe pse po punohet me tejet shërbim të përforcuar, mund të themi nga shërbimi zjarfikse, jo vetëm të Tiranës, por nga Vora, nga Kamza, po ashtu është kërkuar ndërhyrje emergjente edhe nga shërbime të tjera, qytete të tjera më të afërta siç janë Durrësi dhe Elbasan, në fakt nga shërbimet zjarfikse, por nuk është mundur të vihet nën kontroll kjo situatë. Nëse do të shohim edhe në pamje, në fakt pjesa ballore, mund të themi, nga pjesa e pallatit e cila është përfshirë thuajse, jo thuajse, por është përfshirë e gjitha nga flakët dhe kjo për shkak edhe të lëndës, pra kolesteroli i cili ishte i veshur në pjesën e jashtme pallati, por nga ana tjetër tashmë Dua të bëj një pyetje, të paktën sipas Osmanit, forcat zjarfikse në katet 5, 6 ose 7, ku duket se flakët janë më të përshëndruara, e kanë shumë të vështirë shuarin e këtyre flakëve, sepse shkallët e këtyre forcave zjarfikse nuk mund të shkojnë më lart. E ke një informacion të tillë? Pra, a munden forcat zjarfikse që të shkojnë përtej këtyre kateve të asistojnë edhe më lart për shuarin e këtyre flakëve? Në fakt mbetet edhe më dramatike, mund të themi, po ashtu edhe kushtet në të cilat po punojnë edhe punojnësit e shërbimit zjarfikës, kjo për shkak të mungesës të gjitha kushteve të nevojshme që ata duhet luftojnë me flakët, por njëkohësisht ka po ashtu kushtet e ke fjalën për terrenin e vështirë, nuk mund të afrohen. Jo vetëm terrenin e vështirë, por njëkohësisht edhe për mjetet që ata përdorin për të shuar flakët apo për të vënë situatën në kontroll. Kryesisht kati 5, 7 apo i 8 mos gaboj janë më problematike për shkak se her pas here ka riaktivizime apo edhe ndezje të vatrave të reja brenda këtyre dy katet ku në fakt kanë më shumë, mund të themi, zjarë, por ndërkohë nga ana tjetër ka po ashtu shërbimet zjarfikses, janë 3 apo 4 shërbime zjarfikse të cilët efektiv të shërbimit zjarfikës, të cilët që qëndrojnë në pjesën e lartme, pra në pjesën e Taracës dhe hedhin ujë nga pjesa e sipërme, por që në fakt kjo nuk e ndihmon situatën. Nuk mjafton, mund të themi, për aq kohë sa vatrat e zjarrit her pas here janë edhe më aktive, mund të themi, nga sa ishte në fillim. Nuk mund të flasim për personat të cilët apo për personat të cilët mund të ndodheshin fillimisht brenda këtyre ambienteve, por ajo që është fakt është se shumë prej tyre qytetarëve, 10, mos themi edhe 100 qytetarë në fakt të cilët janë evakuuar jo vetëm nga ky pallat i cili është edhe piknisja, mund të themi, e zjarrit, por edhe nga apartamente të tjera, kjo për shkak edhe të ruajtjes së jetës së tyre, për shkak të asfiksisë. Në fakt është duke u punuar me shërbime të shtuara, por nuk mund të vihet në kontroll për aq kohë sa siç mund të shihet edhe në pamje, situata vazhdon dhe vijon të bëhet edhe më e rëndë dhe më kaotike. Xhezira, ke mundur të komunikosh me ndonjë përfaqësues të forcave zjarfikse, të punonjësve të policisë, po ashtu dim që ndodhet ministri i brendshëm aty, dim që ka forca të shtuara, trupa të ushtrisë, të FNSH-s. Pra, ka një deklaratë, ka një komunikim ose ndonjë informacion jo zyrtar deri tani se çfarë ose si do të veprohet për këtë situatë në këto kate ku duket që është shumë e vështirë shuarja e flakëve? Në fakt, në teren kanë bërritur, mund të themi, që në momentet e para që kjo ngjarje mori përmasa ka ishte rënda, mbërritën edhe drejtuesit më të lartë, mund të themi, po ashtu edhe
Ministri i Brendshëm Besfol Flamallari nuk ka pasur një deklaratë të tyre në fakt apo një Jo, në rrugë jo zyrtare, nëse ata mund të kenë thënë që ne do të veprojmë në këtë formë ose do të ndërhyjmë në këtë formë për të bërë shuarin e këtyre flakëve, që me sa duket shohim që punonësit e zjarfikses e kanë shumë të vështirë. Pra ka një mënyrë tjetër, po mendoj diçka tjetër se si do të mund të ngjiten në këto katet që këto shkallë nuk i arrin për të fikur zjarrin. Këtu e kisha fjalën. Deri në këto momente Ina është duke u punuar vetëm me anën e shkallëve të shërbimit zjarfikës, pra nga automjetet apo nga makinat e shërbimit zjarfikës, si dhe po ashtu edhe një pjesë e oficerëve apo e punojësve të shërbimit zjarfikës, të cilët qëndrojnë në pjesën e taracës, në pjesën e sipërme. Por në fakt edhe situata e këtyre personave që qëndrojnë në pjesën e sipërme të pallatit, pra në pjesën e taracës, është po ashtu aq kaotike, për aq kohë sa shtyllungat e tymit nuk lejojnë pra që këto shërbime të veprojnë dhe të vënë në kontroll situatën. Nëse do të shohim edhe në pjesën e anësore të pallatit, ka vatra të tjera zjarri të cilat riaktivizohen apo aktivizohen her pas here. Pra ajo që mbetet për të thënë është se pavarësisht se shërbimet zjarfikse punojnë vetëm në njërin krah, mund të themi, apo nga njëra anë e pallatit për të vënë në kontroll situatën, duket se kjo situatë merr përmasa edhe më të mëdha në anën tjetër, duke bërë në këtë lloj forme edhe më të vështirë jo vetëm punën e këtyre punojësve të shërbimit zjarfikës, por njëkohësisht po ashtu edhe të gjithë situatës, duke qenë se të gjithë banorët, jo vetëm ata që ishin tek pjesa e krahut, pra anës pallatit ku ra zjarri, por edhe të pjesës tjetër që fatmirësisht paktën deri në këto momente nuk është e prekur, dhe ata janë evakuuar nga ana e shërbimit zjarfikës, por dhe forcave të policisë, forca policie të cilët dolën më të shumt në numër në terren për të evakuuar këta banor të moshave të ndryshme. Shkon në 7 numri i personave të lënduar ose të asfiksuar deri më tani, pra bëhet fjalë për 4 banor dhe 3 zjarfikës. Është rritur numri, të paktën këto ndjesina për shkak të zhurmës, sepse është duke punuar edhe me helikopter për shuarjen e flakës, nuk arrita të dëgjoja. Jo, po më duhet të jap një informacion të ri, ka shkuar në 7 numri i personave të asfiksuar që kanë marrë ndihmën mjekësore, pra shkon në 4 numri i qytetarëve ose banorëve të këtij pallati dhe 3 zjarfikës. Këtë informacion dash deri tani është duke urojmë të mos ketë persona të tjerë të lënduar ose të asfiksuar, por 7 është numri total i personave që janë lënduar deri më tani nga këto flakë masive zjarri. Po, Gjensila.